Por ju s'keni shpresë as të partitë e reja. Ato e ca zgërdhije të shtojnë, këtyre zgërdhije të mëdhaja. Ke partitë e reja ka marrë informacion tjetër. Që këta partive të reja, që në pisliqen vjetë posi këta, një pjesë e madhe të tyre, na pas kanë bërë dhe sondazhe dhe sugjerime në 2017 se kush duhet të militonte për kandidat për deputet në vitin 2017 të PD-ja. Një pjesë e tyre janë lojt pasër Saliut. Edhe të ndyer pa u bërë akoma të vjetër, por nuk janë ka histori, sa thonë, partitë e reja. Se kanë parë që kanë hyrë nga 18 vjeç atje dhe kanë vajtë nga 30 ca, duke me të njëjtin patos siguri që sot do ta bëjnë Shqipërinë në këtë pozicion, kanë thonë dhe për pozicionet e mëparshme. E keni fjalën për Lapajn? Por ai po vërtet më shumë se të tjerët, po bën më patriotin e madh se të tjerët. Atë nuk e se gjumi për Shqipërinë. Po kur thot pasaj jam profesionist, s'kam pranuar unë t'i shkoj të ndihmoj e drejta është e drejtë. Po si mund të them unë jam avokati më i mirë në Shqipëri. Që këtu ka marrë fund loja. Ka marrë fund gjithçka. Paguar më mirë nga gjithë se jam avokati më i mirë. Të gjenga ka financimin. Me bindje plot, askush nga xhepi i tij nuk financon fushat të tilla. Të gjenga e ka. Po sa shkon ajo fushat që është e pa mundur që të financohet? Po do të bëj llogari këtyre çapaçulve unë, që eci me 4 thënie, me 4 fjali, që ato nuk i kanë të parët, po të marrë të tjerë. Jam një nga ta që kam qenë me vite tëra para tyre, pa to që kam thënë, lidhje me kthimin e sovranitetit në popull, që ecën nëpër bulevard me njerëzit e Berishës atje, përse do merrem analizë të tillë. Ndoshta vetëm ka. Po Qori e para një as Lapa as Qori, të cilët ofrojnë veten e tyre si zgjidhje, nuk janë zgjidhje. Kishe për të ofruar veten si zgjidhje, ofroja vetëm. Dhe mbledh në brenda 24 orëve më shumë njerëz. Por kur nuk e mendoj që mund ta bëj të gabim. Kam thënë që ne kemi vuajtur nga populizmi dhe duhet ndalemi nga populizmi. Pra dhe ju kërkoni parti, pastaj thoni Lapaj. Këtë ka në parti Lapaj. One man show. One man show, të këpusi qafën, pa hyrë mirë akoma. Ai dhe ai tjetri atje. Si mund të ofroj Qori kandidat për deputet 20 vjeç, 22 vjeç, më ka thonë. A nuk e di kush e ka ofruar një parti tjetër, se mos bëj gabim tani. Pa mbaruar shkollën e lartë. Më ka tallën ka. Pa ai është paktën është çik më mirë se pjesa tjetër që ka fut familjarët. Ja. Motrën, vllajin. Mënyra si logjikon ti tani dhe më imponon këtë, qoftë për debat televiziv, është e gabuar. Po ky është pak më mirë. Ku e di unë? Ku i provova unë këta njerëz pushtet? Jo, e kam fjalën krahasuar me atë që futi babën në listë, motrën, vllajin. Ore këta po të fusin si puna ti tregtarit Kavajës që futi qenin në ngordhë të thesë Duanit. Tani, si do ecim me këto zgjidhje, njerëz që zgjidhin atje turpi madh, show që dhanë tek emision opinion. Imponon tjetri, pse s'më ke thirrur ti mua? Ta janë diktatorë ata rreth me ngushtë që krijojnë. Ta janë njerëz jo bashkëpunues. Unë kam bindje plot, Shqipëria bëhet duke kërkuar sistem, parime. Mos përqafojmë Romeon. Romeo bie në gjumë mbar dhe çohet prap të nesmen. Apo Dylberin, apo Lapajn, se ka bërë, kush e bëri Lapajn. Po si mund pranoj ai të shkruaj atje legjendari Adriatik Lapajn. Po çfarë ka legjend këtu? Ka bërë 1001 edhe bën dhe meme ky. Legjendë e madhe ky. Akoma nuk di historinë e Shqipërisë. Turpi madh. Jam i mirë edukuar. Kështu kemi thënë dhe ne, po jeta pas ka tillë që duhet të ligjoj, të piqet, e dyta unë shoh, çfarë ka afruar 20 vjeç, ka thjesht një ego për pushtet. Person i çmendur për pushtet, ego për pushtet. Të shkoj vetëm se ai nuk e kupton të vetë pa pushtet. Nga ata që i bie këmbës kush e pranojnë. Pastaj po dysh më them unë dali dhe më keq.
Të lutem, po, Ku i ka bashkëpunëtorët e tij ky, që del sot ky, e thot Shqipëria bëhet me këtë Shqipëria. Shqipëria, po ta them shqip pasër e qartë, kur se të pabesët janë shumë dhe prandaj më ndjellim. Kur ty Shqipëria në rrugë të Zotit, do bëhet Shqipëria. Lapaj nuk është bërë as vetë, jo më të bëj Shqipërinë. Dhe po të jim gjërave tjera pasaj, mos a dali pasaj me këtë lloj tipi që ka, mos a dali që edhe i hap mendërisht tjetë për të bërë role tilla, punë tilla. Ku e provuar ne që ky qeveris mirë? Çfarë janë akuzat e Agron Shehaj? Që s'përdridhet atje. E më thot për vjedhin Hajduk të përzën nga Betingu aty me vullën e turbit atje, më thot Bor Zotni. Ku është Bori Zotni atje? Që e bën Betingu shkele shko, që ta kishin arrestuar aty ditën që ta kishin bërë me ligj. Që kur del till, shpronsohesh, arrestohesh direkt,